Deputeti i Frontit Evropian Skender Recep Zejdi kritikoi prokurorinë për veprimet në rastin për tragjedinë në diskotekën Puls në Koçan. Recepi tha se krye prokurori është në shërbim të qeverisë dhe se në këtë rast janë lënë jashtë hetimit personat e afërt me pushtetin. Konsideroj që jo vetëm prokuroria, por edhe gjyqësia në Maqedoninë e Veriut është çmoti e kapur. Do thotë përfshirë edhe kohën e fundit dhe loja që u bë mes kryeprokurorit dhe kryeministrit për jo shkarkimin e tij ishte arsye që kryeprokurori të vihet në shërbim të qeverisë për intenca dhe qëllime politike. Ju e shihni shumë mirë që realiteti në ndodhin tragjike në Koçani është larg asaj që duhet të jetë nga një hetuesi e pavarur, pasi që njerëzit zyrtar të afër me qeverinë janë të lënë anash nga çdo lloj hetimi dhe merren masa ndaj njerëzve të cilët efekti të cilëve duhet jetë kryekput politik dhe ndërretnik për fat të keq. Kryeministri Mickoski i pyetur sa do të kërkohet sërish shkarkimi i Kocevskit pas përfundimit të rastit Koçani u përgjigj. Ние како влада имавме став по тоа прашање, не бимо што да додадам повеќе на таа тема. Pas zjarrit në Koçan, kryeministri kishte theksuar se në kushtet e një tragjedie të tillë do të ishte jo profesionale dhe e papranueshme të vazhdojë procesi për shkarkimin e tij. Ndryshe, 34 persona fizik dhe 3 juridik u përfshin me propozim aktakuzëm për tragjedinë në Koçan.